Një nga projektet më të mëdha të infrastrukturës shqiptare, tuneli Llogaras, është kthyer sot në një nga dosjet më të rëndësishme të hetimeve të SPAK, që ka tronditur kupolën e qeverisë. Në qendër të hetimit ndodhet zvend kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, e akuzuar për shkelje të barazisë në tendera publik, në bashkëpunim me zyrtar të tjerë të autoritetit rrugor shqiptar, ARSH. Hetimet e prokurorisë së posaçme zbuluan një zinxhir komunikimesh, urdhrash dhe ndërhyrjesh politike që sipas akuzës çuan në paracaktimin e fituesit të tenderit për ndërtimin e tunelit të Llogaras, një procedurë me vlerë rreth 18 miliard lek e fituar nga dy kompani turke. Një mesazh që shënoi fillimin e gjithçkaje. Sipas dosjes hetimore, më 28 maj 2021, 3 ditë përpara se Evis Berberi të emërohej drejtori i autoritetit rrugor shqiptar, ai mori një mesazh të gjatë nga ministrja Balluku në aplikacionin Signal. Në pamje të parë, mesazhi dukej si një urim për detyrën e re, por prokuroria e interpreton si një pakt besnikërie dhe një udhëzim për menaxhimin e një tenderi të paracaktuar. Ndryshe nga herët e tjera, këtë herë po të jap diçka nga e cila varet e ardhmja ime, e jotja dhe e shumë të tjerëve që ndodhen për qarknesh, i shkruante Balluku varësit të saj të ardhshëm, duke e bërë të qartë se rezultati i këtij tenderi ishte vendimtar. Ajo i kërkonte që të mos takonte askënd, të mos jepte premtime dhe që çdo vendim ta merrte në konsultime të. Vetëm 3 ditë më pas, më 31 maj 2021, Berberi u emërua zyrtarisht në krye të ARSH-s, një moment që sipas SPAK shënon fillimin e një skeme të koordinuar për të kontrolluar dhe manipuluar procesin e prokurimit publik. Tenderi i parë, skualifikojni të gjithë. Projekti i tunelit të Llogaras ishte shpallur për herë të parë në fund të vitit 2020. Gjatë muajve të parë të vitit 2021, antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe drejtues të MIE komunikonin rregullisht për ndryshime të kritereve dhe për përfshirjen e kompanive të caktuara. Në një prej mesazheve të cituara në dosje, Berberi i shkruan Ballukut se kishte ndryshuar kriterin e eksperiencës me kërkesë të një personi të identifikuar si Pëllumbi, gjë që sipas SPAK dëshmon ndërhyrje direkte në dokumentet e tenderit. Në mars 2021, pasi procesi nuk po ecte sipas pritshmërive, Balluku urdhëroi anulimin e tenderit të parë. Në komunikimet me Berberin, ajo kërkon që të skualifikohen të gjithë ofertuesit dhe që të mos lejohen ankime në gjykat. Jo, kam atë ndjesin time që nuk duhet, shkruan ajo duke e mbështetur vendimin mbi ndjesi dhe jo mbi ligj. Berberi e zbaton urdhrin menjëherë dhe në 18 mars i dërgon asaj një mesazh të shkurtër. E mbyllëm. SPAK-u e konsideron këtë moment si fundin e fazës së parë të manipulimit. Tenderi 2, paracaktimi i fituesit. Pas emërimit të Berberit së drejtori i ARSH-s, në qershor 2021, u rihap tenderi për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Këtë herë, sipas hetimit, ministrja mori rolin e koordinatores kryesore për sigurimin e fitores të kompanive turke Intekar Yapi dhe Asl Insat. Nga aktet e dosjes, del se Balluku ndiqte çdo fazë të procedurës, nga përgatitja e dokumenteve deri te nënshkrimi i kontratës, ndoste formalisht që ishte deleguar kompetencat e saj. Një prej provave më të forta është komunikimi i datës 19 gusht 2021, kur Balluku i përcjell Berberit një mesazh në anglisht nga kompania turke. Në tekst, kompania informonte se oferta e saj ishte përfunduar në nivelin 95% dhe se ortaku i njihet dhe vlerësohet nga presidenti. Prokuroria thekson se ky mesazh tregon qartë se kompania kishte komunikim të drejtë për drejtë me ministren dhe se ajo transmetonte të dhënat te komisioni që duhej të ruante fshehtësinë e procesit. Në ditët që pasuan, Balluku dhe Berberi vijuan koordinimin. Ajo i kërkonte të kontrollonte afatet, të skualifikonte kompani të tjera dhe të mbante nën kontroll komunikimet me përfaqësuesit turq. Në njërin prej bisedave Balluku pyet: "Fole me Artën, turqit Gjëkundi, nesër në 11 takim?" Një dëshmi e qartë për përfshirjen e saj direkte. Fituesi që nuk plotësonte kriteret. Më 30 gusht 2021, tenderi mbyllu dhe fitues u shpall bashkimi i kompanive turke Intekar Yapi dhe Asr Insat.
Por sipas SPAK, edhe pse u shpallën fituese, këto kompani nuk plotësonin disa nga kriteret e detyrueshme të dokumentacionit, përfshirë certifikata dhe dokument të munguar. Pavarësisht kësaj, Komisioni i Vlerësimit në ndrejtimin e berberit dhe me ndikimin e Ballukut anashkaloi të gjitha parregullsitë dhe i shpalli fitues. Prokuroria thekson se në këtë mënyrë u krijuan avantazhe dhe privilegje të padrejta për operatorin e paracaktuar. Zyrtarët e akuzuar dhe pasojat politike. Përveç Belinda Ballukut dhe Evis Berberit, të pandehur janë Erald Elezi, ish drejtori planifikimit në ARSH-n, Gentian Gjyli, drejtori aktual i ARSH-s, Jetmira Dërvishi dhe Mirzeta Kashnica, specialiste në Ministrinë e Infrastrukturës dhe antare të KVO-s. Të gjithë akuzohen për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo anket publike, që parashikon deri në 3 vjet burg. As Belinda Balluku dhe as mbrojtja e saj nuk kanë reaguar publikisht për akuzat, po ashtu kryeministri nuk ka dhënë asnjë qendrim, ndonse Balluku është një nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Një tender i artë dhe një provë politike. Tuneli i Llogaras, që lidh Vlorën me zonat turistike të jugut, është një nga projektet më të shtrenjta dhe më të debatueshme të viteve të fundit. Përveç kostos së lartë, projekti është kritikuar për përdorim të kufizuar dhe për mënyrën se si u përzgjodh fituesi. Hetimi i SPAK ka ekspozuar për herë të parë ndërhyrjet e drejtpërdrejta të një ministre në një procedurë tenderimi publik, duke ngritur pikpyetje të forta mbi transparencën dhe ndarjen e pushteteve në administratë. Nëse akuzat vërtetohen në gjykat, kjo dosje mund të shënojë një precedent të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit në nivelet më të larta të qeverisë, duke treguar se edhe projektet më të mëdha të infrastrukturës mund të jenë të ndërtuara mbi interesa personale dhe jo mbi ligj.